Avokata, ka pasur një moment që ju keni menduar se jeni shumë pranë gjetjes së Bleon Amatos? Ka pasur një moment kur ne kemi diskutuar në një media çështjen e Bleonës dhe menduam në momentin që u bë dhe portreti i Bleonës, ne menduam që nëpërmjet krahasimit të karakteristikave të Bleonës, të përgatitura nga ekspert kriminalist në Anglia, pretenduam se vetëm shumë afër pikës së Bleonës, por ndofta dhe u dekonspirua diçka, ndofta janë shumë variante brenda të cilat për hir të vërtetës ne nuk arritëm dot që ta gjenim Bleonën dhe t'ia sillim nënës së Bleonës. Pra, ose rolli informacioni, ose dikush nuk donte që të realizoj ky operacion për gjetjen e Bleonës. Pra, ishin shumë elementë brenda të cilët e ngatronin këtë situatë dhe deri sot jemi pa asnjë rezultat konkret për gjetjen e Bleon Amatës. Mendoni që ka shpresa për të gjetur Bleon Amata? Nëse ka një seriozitet, ka dhe një dashamirësi nga ata që sot janë vënë në lëvizje për gjetjen e Bleonës, sigurisht që Bleona gjendet. Por e para, e dyta pasaj, nëse dikush flet nga ata që e di se ku ndodhet Bleona dhe ai e ndihmon mjaft shtetin shqiptar për të vajtur për gjetur Bleonën. Kështu që nuk është një send ose se themu një element që e ka përpjellë dheu, por është diçka që e di dy veta. Dhe kur dy veta e dinë se ku ndodhet Bleona, është tepër e vështirë për ta mbajtur sekret për gjithjetër. Unë do thoshe që duhet të flasin ata dy veta. Duhet të flasin ata dy veta që tregojnë se ku ndodhen dhe për ta mbyllur një herë mirë ngjarjen dhe situatën në cilën ndodhet familja e Bleon Amatës. Çfarë ka bërë përshtypje më shumë nga gjithë kjo ngjarje, pra një gjë që e veçoni nga gjithë informacionet që keni marrë dhe ju duket si gjë e mistershme prapë? Atëre, nga gjithë ky informacion që unë kam grumbulluar për sa i përket çështjes së Bleon Amatës, më shumë përshtypje ka bërë çështja e hakmarrjes. Për t'i hapur një plak familjes, për ta trajtuar Bleonën si një karem për t'i hapur një plak nënës së Bleon Amatës. Është njëra nga versionet. Një version tjetër ka të bëjë po me hakmarrjen ndërmjet marrëdhënieve të nënës Bleonës me të tretët dhe zhduke e Bleonës është... me të tretët, me kë e keni fjalën, pra hakmarrje ndaj kujt? Aty brenda familjes së Bleonës. Brenda familjes së marrëdhënieve familjare ndërmjet burrit, gruas dhe kunatës. Pse kunata ka qenë konflikt? Pra motrës së burrit, e cila ka qenë prezent në momentin e marrjes së Bleonës ose në momentin që Bleona doli për të shëtitur, që u largua nga banesa gati 500 metra. Kështu që ajo ka qenë prezent në atë moment dhe mund të di dhe ka parë diçka, të cilën më vonë pasaj nuk ka folur në momentin e parë, nuk ka folur në momentin e dytë, nuk ka qenë një zot inspektor i krimeve për ta zbërthyer të gjithë të ngjarje, është lënë në heshtje me pretendimin se do dali sot, do dali nesër,
dhe ta sjellin nesër Bleonën, ta sjellin pas nesër. Ashtu si që thash, është diskutuar në shumë media çështja e Bleonës dhe ndofta është bërë si një presion në momentin e parë marrja e Bleonës, por në momentin e dytë pasaj duke parë që është bërë një çështje problematike dhe mund të kapej në çështje kriminale, penale, atëre ata persona që e morën ka vendosur të mos e kthejnë Bleonën dhe ta kthehen ndaj mamas së Bleonës dhe të mbyllin gojë të gjithë pjesëtarët e tjerë, ata aktorë që e ka ditur ose e dinë edhe sot kush e rëmbeu Bleona Matë. Pra, do të thosha që janë shumë element brenda të cilët nuk ka arritur të zbërthejë dot policia kriminale. Ne bëm sa mundëm, u përpoqëm me të gjitha mundësitë, mjetet dhe kapacitetet që na u vënë dispozicion në atë moment, ashtu si thash, u bë dhe portreti i Bleonës nga ekspertë kriminalistikës nga shteti i Britanisë Madhe dhe duke parë dhe momentet kur Bleona ishte e vogël dhe nuk arritëm në gjurmët e fundit të Bleonës, sepse erdhën shumë informacione të cilat e ngatronin vendodhjen e Bleonës, e ngatronin variantet dhe versionet nga më ndryshme se ku mund ndodhi Bleona. Ne kemi vajtur në disa nga ato informacione ku është ngritur versioni se ndodhi Bleona dhe nuk kemi pikasur dhe nuk kemi konstatuar që Bleona jetonte në këto vende. Kështu që vetëm sot mund ta di vetëm mundet ta di vetëm ish bashorti ose babai i Bleonës. Mund të ketë një informacion. Kush janë personat kyç të cilët e dinë se ku ndodhet Bleona Mata dhe a vazhdojnë ta dinë se ku ndodhet tani në dijen tuaj? Atëre, në momentin e parë, unë thash pak përpara që ishte halla e Bleonës e cila dinte diçka për sa i përket zhdukjes së Bleona Matës. Pastaj bëvon mund tjetë, thash, se nuk dua ta përsëris, mund tjetë edhe një hakmarrje ndërmjet burrit dhe gruas, pra babait dhe nënës së Bleona Matës. Dhe e treta është edhe një person që jetonte në Maqedoninë e Veriut, që mund ta ketë rëmbyer Bleona Matë, për arsye të ndryshme. Të treja këto versione që unë sapo i thash, nëse do ishin marrë seriozisht në momente e para, të ishin gjendur dhe gjurmët e Bleona Matës. Por këta persona e lanë në heshtje të çështje dhe koha bëri punën e vet dhe sot jemi para një momenti ku shokët dhe shoqjet që ishin me Bleona Matën janë rritur, mund të jenë larguar nga qendrat e banuar atje ku jetonin së bashku me Bleonën. Hadha e vet është larguar dhe ajo ka krijuar familje, është larguar nga zona e ku jetonte dhe kështu që sot një pjesë e këtyre mbyllin gojë dhe thonë nuk na duhet neve më se çfarë ka ndodhur me Bleonën, sepse janë rritur dhe janë shumë më koshiencë, ndërkohë që në momente parë ishin fëmijë të vegjël dhe ishin shumë të brisht dhe mund ta tregonin me njerë të gjithë ngjarjen, ndërsa sot e kanë tepër të vështirë për të treguar se si ndodhi ngjarja, pa çka se ne e dim si ndodhi ngjarja deri tek zhdukja e Bleonës. Ne nuk dim pasaj se ku vajti Bleona, ku fjeti ata Bleona dhe më vonë pasaj se ku kaloi Bleona që
pretendohet që ka kaluar kufidi shqiptar basë 24 orëve dhe më vonë pasaj flitet që ka kaluar dhe zonën e Ballkanit. Këto janë ato versione dhe informacione që ne arritëm të grumbullonim në momentin e parë kur unë dilja në media dhe kisha një informacion dhe më vidi një informacion mbi çështjen e Blon Namatës. Pastaj me largimin nga media edhe një pjesë e këtij informacioni u zbe dhe kështu që i ngeli në dorë vetëm nënës së Bleonës, e cila për hir të vërtetës nuk ka rendur se e kërkuari fëmijën e saj, por që akoma nuk ka arritur në gjurmët e Bleonës.